Titujt kryesor në shtypin e ditës, Gazeta Panorama hapet me shkrimin prona tarifat e reja për tapi në hipotek për regjistrimin. Zbartet udhëzimi i ministrave Bode dhe Halimi për tarifat e 51 shërbimeve në hipotek. Çfarë do të paguhet tek noteri? Dëshmia e 8 vjeçares lë në burg mjerkun e ëma e denoncova burrin se isha xheloze. Gjykata vendos burg pa afat për Panajot Anagnostin. Leventina Çaushaj do ta falë edhe nëse del fajtor. Basha, plani urbanistik i Tiranës gati brenda këtij viti. Hillary Clinton vizit në Tiranë më 1 nëntor. Pascal Milo, shmangja e Vlorës nga 100 vjetori antikombëtare. Ishte dënuarit politik, qeveria u jep kostin e dytë dy grevistëve. Withers, fotot e Ina Ramës me funde si për gjurit u perceptuan keq. Opinioni nga mentor Nazarko, kriza kushtetuese si zgjidhet. Nga Agim Baçi do të lexoni imitimet e gabuara të Edi Ramës. Gazeta Shekulli, hipoteka rrit 4 fish tarifat nga 1 janari 2012 hyjnë në fuqi çmimet e reja. Zyrat e regjistrimit të pasurisë me vetë financim, publikohet lista me 51 shërbime. Intervista Lulzim Basha, qeveria të na kthej taksën e biznesit të vogël. Në Danimark ka 100 bashki, në Shqipëri ka 400, duhet ndarje re administrative. Publikohen emrat dhe datat e provimit për mamit dhe infermieri. PD, sondazh me telefon, a e fiton Berisha mandatin e tretë. Rreth vizitës së ministrit serb Mërkish në Tiranë, një koment nga Edmond Panariti. Greqi, kreditorët e Trojka përgënjeshtrojnë qeverinë greke për arritjen e marrëveshjes. Cecilia Malmstrom, Bashkimi Evropian kërkon rikthimin e vizave për vendet e Ballkanit. Gazeta Shqiptare, kryeartikulli 100 vjetori analiza DN-s për Isa Boletinin. Dërgohen në Londër për vërtetësinë, dyshimi për eshtrat. Flet Nipi Gazment Boletini i morën fshehurazi në vitin 1998 nga Mali i Zi në Kosovë. Bashkimi Evropian, Malmstrom në nëntor në Tiranë, kërkesat për azil, Brukseli paralajmëron, kthejmë vizat. Vajza Julia Timoshenkos falenderoi Berishën, tenton të fusë drogë në qeli pranë nga vëllai të Mandelës. Familjet e mëdha Tiranase 332 vitet e dinastisë Kafaj. Hipotekat 26 shërbime të reja me pagesë, ja tabela e plotë e tarifave. Opinioni ditës nga Kiço Blushi edhe një tjetër paralajmërim për shkarkim. Gazeta Shqip, rikthimi i regjimit të vizave, rritja e numrit të azilkërkuesve rrezikon riizolimin e Ballkanit, komisionerja Malmstrom në Tiranë në fillim të nëntorit. 6 ministra të brendshëm të BE-s bëjnë propozimin bomb. Rikthehen maskat, grabiten udhëtarët në Shkopet. 100 doza marijuanë dhurat për Kurban Bajramin. Auma Obama, njohja ime me Shqipërinë, partneren e SBA-s, flet motra e presidentit amerikan. Sekretaria e Shtetit Clinton vjen në Tiranë, takime dhe me opozitën. Akuzohen për 4 milion euro, nuk kishin as lek për kafe. Prindrit djemt janë mashtruar, hetime në Kosovë dhe Bullgari. Basha u premton xhamin e re, zgjidhëm çështjen e tokës. Gazeta Mapo, Basha, qeveria të na kthej taksën e biznesit të vogël, ndarje re administrative. Regjistrimi pronave në hipotek hyn në fuqi 46 tarifat e reja të shërbimeve. Azilkërkuesit nga Ballkani, Bashkimi Evropian shqyrton rikthimin e vizave. Kremtimet e 100 vjetorit të pavarësisë, Hillary Clinton më 1 nëntor vizit në Tiranë. Andresa, meshkujt shqiptar si kafsh në makinë janë me bark dhe nuk mbahen. E motra e të akuzuarit si haker është viktim, nuk kishte lek për kafe. Koment nga Gjergj Meta, nuk mund të mësohemi me krimin. Gazeta Tema, Bashkimi Evropian kërkon rikthimin e vizave nga fillimi i vitit tjetër. Clinton viziton Shqipërinë do kërkoj bashkëpunim të madh politik dhe sundim të ligjit. Me Ina Ramën po përsëritet skenari Sollakut. Bregu, zgjedhjet e 2013-s u vën kusht se ato të 2009-s i nxiu opozita. Tregtarët Ramës, fuqia blerëse ka rënë në mënyrë dramatike. Editoriali nga Bledi Mane, frik nga lefteria. Shqiptaria.com, vdes italiani i kuronin kancerin me sot buke, pacienti kishte paguar 20.000 euro për t'u shëruar. Këshilli Kombëtar i PD-s imami në garë me Boden, mbledhja në nëntor. Bashkimi Evropian rrezikojnë prap vizat, dade janë të shqetësuar. U fal nëna, dënoni vrasësin e djalit tim. Shtohet kosto, pavarësia kushton 900 milion lek. Kristo Frashëri nuk e tregoi kush e ka dokumentin e pavarësisë. Vjoj me Standard, Hillary Clinton pranon ftesën e Berishës më 1 nëntor në Tiranë. Hakerat mashtruan biznesmenin, i morën 8.000 euro për makinë. Testimi profesional, emrat, urdhri publikon datat për infermierët. Jo më falje në bulevard, Basha në nëntor projekti për xhamin e re. Si mund të investohet nga shtëpia në çdo bursë të botës online? Vjedh si varsëve, policia identifikon nga shapkat, prokuroria e liron. Gazeta Metropol, titulli qendror, ish ushtarakët rilogaritet pensioni sipas pagës së referencës.
Në mars mbyllim dosjet në proces legalizimi, kryebashkiaku i Tiranës Basha në intervistë për emisionin Bulgajski Hour shpjegon prioritetet e tij. Xhamia e Madhe Basha zgjidhën pronësinë gati nisja e projektit për ta ndërtuar. Linja e tensionit Nacho Keshta është vendos rrezik për 42 fshatra verifikim tokave. Koha jon, 100 vjet pavarësi, Hillary Clinton vjen në Shqipëri, sekretarja e shtetit më 1 nëntor në Tiranë me ftesë të Berishës. Vizita pjesë e turit në Ballkan do të shkojë edhe në Kosovë. Ilir Gjoni Rama komandon drejtuesit në PS të hetohet bllokimi i celularëve në asamble. Bashkimi Evropian diskuton mekanizmat për frenimin e azilit. Letrat me vlerë, qeveria preferon bonot e thesarit. Bregu PS paket anti-degrim për Shqipërinë. Tirana Observer ja tabela e plot, hipoteka ulen tarifat për regjistrimin e pronave. Basha nuk kam ambicje për kreun e PD-s, synoi një mandat të dytë në Tiranë. Raporti francez, 70% e heroinës në Europë vjen nga Shqipëria. I dërgon vëllai drogë në qeli për Kurban Bayram, arrestohet. 55 Shqipëria e meriton vizitën e Hillary Clinton. Kryeministri Berisha i uron mirëseardhjen sekretares së shtetit, dëshmi e marrëdhënieve të shkëlqyera që ekzistojnë mes dy vendeve. Vizitë e çuditshme e Ramës, një nudist në rroba qepsi. Flet ministra e integrimit Bregu, PS-ja qëndrim dëmprurës me pretekste për refuzimin e votimit të reformave. Berisha uron besimtarët për Kurban Bayramin. Gazeta Sot, Leonard Demi zhduk proces verbalet e Komisionit të Sigurisë, fshihen raportimet e Barisha Qirit. Majoranca në fund të mandatit zhduk materialet komprometuese. Majoranca gati largimin e Ina Ramës më 23 nëntor, Omari mandati mbaron në maj. Dash përgënjeshtron sekretaria e shtetit në Tiranë për zgjedhjet e lira dhe institucionet e pavarura. Hillary Clinton vizit në Ballkan për veriun e Kosovës, pritet zgjidhje për Mitrovicën. Malinda Bregu, Rama ka bindur Brukselin se qeveria vjedh zgjedhjet. Rilindja demokratike, Clinton në Tiranë vijon mbështetjen Departamenti i Shtetit pjesëmarrje në kremtimet e 100 vjetorit të pavarësisë. Gjoni para drejtësisë zhurmuesit e asamblesë, javën e ardhshme konceptet e para për xhaminë e madhe të Tiranës. Timoshenko falenderoi nga zemra Berishën për përpjekjet për lirimin nga burgu. Lista me emrat e ish të përndjekurve që duhet të marrin këstin e dytë. Zëri i popullit, Clinton në Tiranë për sundimin e ligjit. Rama me tregtarët në Tiranë do ta heqin taksën për biznesin e vogël. Gaçi anullimi tenderit të interkoneksionit, qëndrim antikombëtar i Berishës. Shqipëria kërcënohet me rikthim vizash, BE janë shtuar azilkërkuesit, Malmstrom pritet të vizitojë Tiranën. Kolapsin energjetik, ekspertët borxhet një alarm. Trafiku i palishëm balla, 3 kamion me armë kaluan kufirin me malin e zi. Integrimi Edmond Panariti, integrimi në BE interes madhor kombëtar i shqiptarëve. Sekretarja amerikane e shtetit Clinton viziton më 1 nëntor Tiranën. Komenti, suksesi i procesit zgjedhor në LSI. Ralph Gjoni, bashkimi më i mirë i shqiptarëve përmes integrimit evropian. Jo më tej me gazetat sportive, sporti shqiptar, barometri i Tiranës varet nga Skënderbeu. Liga e Europës, Liverpool kap kreun, Atletico e Madridit nuk ditë ndalet, Inter fiton minutat e fundit, thyhet Napoli. Top player dhe Conte, Juve ndjen mungesat, Galliani blindon Allegri nuk preke deri në maj, Mancini rrezikon, City mendon për Guardiolën. Pas Dortmundit edhe Fiorentina në gjurmët e Armando Sadikut. Sport Express, Zeqo, Korça, Trisi sigurt, Lekbello, shansi fundit të shtunën. UEFA Europa League raundi 3, Euro Inter vendos Palacio, Liverpool kalon Anxhin e Eto. Atletico Madrid fiton pa Falcaon, Tottenham dalet në Sloveni, fitojnë ekipe gjermane me përjashtim të Stuttgartit. Holandezët e PSV vetëm 1-1. Panorama Sport, Skënderbeu Tirana, Muça, Korçarët favorit. Analiza ish trajnerit të dy ekipeve jap se kampionët janë më mirë. Armando Sadikut e Dortmundit do shkoja edhe me 1 këmbë. Liga e Europës, Interit i mjafton Palacio ndaj serbëve të Partizanit. Milan, Rijkaard gati të zëvendësoj Allegrin. E bushme, Terry një hap larg Valencias. Beckenbauer, Robben është një qaraman. Metropol Sport, fati Lekbellos dhe Tiranës vendoste të hënën, shtyhet mbledhja e bordit të klubit. Palacio shpëton Interin në Ligën e Europës, Galliani do të vazhdojë me Allegrin. Anxhi mega ofertë për Wayne Rooney.